Çka i ndodh trunit kur përdor drogë? Shumë njerëz marrin ai ilaçe tjetës, hapa, na injeksion ose diçka për dhimbje. Po a ke menduar ndonjëherë çysh e ndikon kjo trunin? Kur merr ndaj drogë, qoftë lehtëshme ose jo, ai e përfundon në gjak. E për disa sekonda ose minuta shkon drejt trunit. Truni e ka një portë sigurie ose një kufi që quhet barriera gjak-tru. Vetëm disa kimikate munden me kalu andej e drogat janë të dizajnume që me kalu në tru. Pasi hynë tru, ato fillojnë me ndiku mënyrën se qysh qelizat e trunit, neuronet, flasin mes vete. Kjo bëhet përmes ndryshimit të neurotransmituzve, kimikateve si dopamina, serotonina e GABA. Domethënë, kokaina e bllokon kthimin e dopaminës, që do të thotë se ki ma shumë dopamin, ma shumë kënaqësi, ma shumë energji, po në fund edhe varësi. Opiatët si heroina lidhen me receptorët e dhimbjes. Ato e ndalojnë dhimbjen, po e bojnë trunin shumë të varur. Disa droga si metamfetamina apo LSD ndikojnë në mënyrën se qysh e percepton botën, shkaktojnë halucinacione, paranojë apo edhe çrregullime afatgjata të shëndetit mendor. Bile droga si kokaina, heroina apo metamfetamina jo vetëm që ndërhyjnë në komunikimin mes qelizave të trunit, po e ndryshojnë gjithë sistemin nervor. Për pasojë humbet vetë kontrolli, shtohet ndjeshmëria ndaj stresit edhe lind nevoja me përdorë drogën, jo për kënaqësi, po për me u ndje normal. Fatmirësisht truni jon ka neuroplasticitet, që do të thotë se mundet me u rikthy në normalitet, me u riprogramu edhe me u shëru, po duhet edhe ndihmë profesionale, mbështetje prej personave dashun edhe kohë. E ti a i ke ditë më herët këto efekte të drogave? Kallëzëm komente edhe subscribe Urban FM 103.5 në YouTube, po pse jo në krejt platforma tjera.